Jo, në fakt ne I kërkuam pikërisht që me qenë kry detyrës edhe me vazhdu, edhe ditën e Bajramit me vazhdu, sepse ne nuk e kemi përfundu punën tonë ende, seanca konstituive nuk kanë mbaru, organet e kuvendit nuk janë zgjedh, kështu që I kemi kërkuar që tjetë. Mirë po ishte një vendim I tyre unanim, pra një anshëm me partnerët e tyre të koalicionit që në ditën e Bajramit pra mos mbledhen. Edhe pse ne, pra edhe ne si Parti Demokratike, edhe dy parti tjera, edhe LDK edhe AK-ja propozum që edhe nesër takohemi, gjejmë zgjidhje, mirë po ishte një vendim I tyre unanim. Pse vetëvendosës mund të konvenojnë zgjedhjet e dy fishta, si që e tha se ide dje zënja Gjiu? Mendoj që tashmë është secili, si më thonë, kalkulon me pozicionin e vet politik. Mendoj që as lëvizjes vetëvendosje nuk I konvenojnë zgjedhjet e dy fishta, sepse është një parti që është në ramje tashmë, dhe kur do që mbohen zgjedhjet këto do të mbohen, kjo parti do të bie dhe tashmë do ta humbë edhe vendin e parë, kështu që mendoj që ajo që vetëvendosja me ngulm do ta bllokojë pikërisht do të jenë zgjedhjet. Mirë po në anën tjetër, në raport me qytetar mundohet me prezantu atë të fortin, bëhet që në këtyne nuk ju këta I kërkojnë zgjedhjet. Por mirë, por nëse duhet shkojnë zgjedhjet, atëherë pse mi pris zgjedhjet lokale, atëherë duhet shkojmë tani në mënyrë që sa më shpejt japim vendin qeveri. Nuk mund të lidhet fati qeverisë nacionale me zgjedhjet lokale. Do të pajtohesh nëse ju kërkohet marrëveshje për të konstituar që më pas të shpërndaheni? Ajo është çështje tjetër tani, normalisht që është vendimi I partisë dhe unë sot nuk jam gjendje me thonë se si do të veproj Partia Demokratike, sepse kryetari bashkë me kryesinë e partisë e vendosin se si do të veproj. Si do të ndikon kjo në komuna? E bom intervistë gjatë si tash. Si do të ndikon kjo në komuna, themi kështu në ato që I fitoni ju si parti të tjera dhe ato që I Kush si do ndikoj, si s'po të bëj? Në rast se do të mbaheshin të dyja njëkohësisht. Nuk e di, unë mendoj, dëgjoj, këto dy palë zgjedhjet për një herë I konvenojnë politikës, ndërsa në zgjedhjet e ndara, siç janë të përcaktuar lokalet në një kohë, nacionale në një kohë, I konvenojnë qytetarëve. Pra nëse dojmë zgjedhje për qytetar, atëherë normalisht do të mojt lokalet veç dhe këto vetë, sepse njerëzit do të me pas mundësi për me zgjedhje, do të me pas mundësi me pa kush I përfaqëson në asamble, kush I përfaqëson sekretar komune, a janë të kënaqur me kryetarin aktual apo jo, prandaj nëse dojmë me mojt zgjedhje për qytetar, duhet me qenë të ndame. Nëse dojmë zgjedhje për politikë, atëherë do të më shku sa më shumë bashkë. Faleminderit.